Pjesa e dytë e këtij edicioni festiv i takon një performancë fantastike nga Kida, repartisti i cili arriti me miliona klikime në të gjitha platformat digjitale të muzikës, dhe jo vetëm. Një intervistë interesante do t'ju rrëfej shumë gjëra të pathona më parë për të. E ndjekim bashkë në vjem. Guten Morgen. ¿Cómo te está el monje? La casa de Kida. La casa de Kida. La casa. E që është në Kidet kjo, la casa de Kida? La casa de Kida. Edhe Kidet, da? Në gjuhën tone. Ma parë këtë për Varensan. Që sa u bukja jotja? Këta e kom marrë para një vit i gjys, po që 2 muaj të me thonë e kom rekollu, një komplet. A o bu me, se zakonisht shqiptarë ju interesant, a o bu me pare tuat, a o bu me pare të babës? Jo, keq ashe këto, edhe se në tjera, jo veç këto janë bo me muni të Kidës. Muni të Kidës. Tire më që të prekë shumë? Ti që qime të preferum? Seafood, sushi, risotto, fruto di mare, kur ta seafood, dije që Kida janë. Okej. Kida, emri që përgjatë 2020-s kishte të definuar mbi vete hitin e vitit. Malli ishte kënga më ndëgjuar përgjatë muajve që lan pas. E jo rastësisht pas atij projekti, reperi na pritin ambientet e shtëpisë së tij në Prishtinë për dënë intervistë ekskluzive në lidhje me çdo gjë. Je m'appelle Kida ishte dhe mbeti një nga termët më të përdorura për muajt e vitit të kaluar. Por kush është Kida brenda emocioneve, rrugtimit me karrierë, të metave dhe të mirave në jetën e tij? Kida është një djalë i madh që ka hek shumë si me muzikë me shumë sene. Se kom pas qef gjithë me bo diçka vetë. Si me muzikë, si me punë, edhe unë e fakt, kër e kom njësë me bo muzikë, unë e kom njësë edhe si producent, me beats, me mix, me master, edhe krejt e kom bo, do me thonë e kom super fillimit, pas shkollë, edhe muaj me thonë që më ka një mu, se s'ku mujt me gjithë njerë që më kuptojnë në muzikë, edhe ashta kom hek pak qatë mënyrë, po e di që ka më majtë ma gjatë, se muzikë dush me gjithë veten në çdo mënyrë edhe do më thonë pa label dhe sene kom arrit qëllimet e mija, kam hala shumë punë, ama nuk ka kanë letë, as pak. Muzika e tij është ndryshe, si nga tekstet, si nga meloditë, përfundimisht ndryshe në çdo gjë. Karakteristikat që e veçojnë në rrugtimin e muzikës së tij dhe personalitetit që e ka, e bëjnë atë të dallojë nga reperët e tjerë, si vendor, një ashtu edhe ndërkombëtar. Atëra ka ma shumë, jo ma shumë, po shumë ndryshe. Atëra kisha thonë ka ma shumë lyrics, real shit, sorry se po thom, ama po foli kon të paket e këto. Sonte unë mendoj që sot që është ma shumë vibe. Edhe unë nështë nuk bëj tekst shumë, po në me vija melodike, me vibe, si me beat, njerëz të më kuptojnë me feelings. Se kur të flenë vesh në këngë, atëre, unë e thëmë muzika nuk ka gjumë. Easy, music has no language, dhe që ta unë e besoj që e bëj. Për që ta më thonë njerëzit, kjo as anglisht, as shqip, kjedisht. Edhe, Dhoma e tij e gjumit brenda mureve të saj ka shumë histori, por a fsheh ndonjë person të zemrës që për natë të tëra orët shkojnë duke përjetuar kënaqësi emocionale e një ashtu edhe fizike. Unë po të bëj një përgjigje shumë thjesht, për momentin jam lidhje vetëm me Nissan. I'm married to the game. Nothing else. Tekstet që i këndon, muzikën që e bën, është me shumë doza sentimentale. E kur i shkruan vetë dhe i krijon vetë, në këtë pikë ndikon çdo gjë për jetimi personal i momentit. Ndoshta vuajtjet, gëzimi, e pse jo deri te dedikimet. Këngët e mia nuk dedikohen kërkonës askujt, unë me thonë që ato janë veç që kom di veten për momentin. Jam njëri shumë energjik, i gjallë, do me thonë, për që ta kom qitë shumë këngë ritmike,
ka herë kur kom një vetën maybe a bit emotional, kom ba këngë si Malli, ose si Mega, e kështu, për ndryshe no. Çdo këngëtar, yll i momentit përjeton një ankth të caktuar kur arrin majat. Kjo vije si pasojë nga pjesa e të qenurit i kërkuar në çdo moment. Dhe frika se çfarë të sjellësh pas hitit është gjithmonë prezente duke mos e lënë asnjë moment ndoshta të shijohet maksimalisht suksesi. Mendoj qysh se unë në fillim unë me thonë që kom pas ma shumë këtë ankth. Çka me qitë sot, çka me qitë nesër, disë ndet, po që me thonë përballu me atë sen, e kom su vetën që unë e boj këtë sen me dashni, me pasion, e boj për qefi, do me thonë, if people like it or not, that's up to them. Edhe ankth nuk isha thonë që kam, po thjesht jam të bë muzikë për vetën, për tjerët, and yeah, that's it. Mërgim Kida, para se t'jeti famshëm dhe pasi mori famën, diku në jetë do t'ket pësuar ndryshime. E kjo e gjitha pasi që fama në disa raste di të deformoj në karakter yjet. Shumë weird që po thomë, po se një vetën që kam sukses, po t'kallëzoj drejt. So në gjithë, unë e di ku jam rrit, dhe me thonë që kom hek, dhe gjithë e shë vetën zero, se di unë e ku jam konë bashkë zero, kur nuk jam konë maj undë. Edhe jam humble për toke, do me thonë, edhe gjithë inshallah e maj vetën kështu. Kështu që s'kisha thonë që më kanë dëshu fama apo leku. Qasja njerëzve ndaj tij para dhe pas krijimit të emrit skenik dhe karrierës ka pësuar ndryshimet më dha. E për këtë eperi është tejet i vetëdijshëm dhe super mbrojtës ndaj vetës dhe rrethit të tij. Kështu njëherë ka, njerëz të rretej ndryshojnë, a ki fama, s'ki e shë pak a shumë kush ka qef me net me ty se interesohen. Se kanë qef me ta marrë energjinë, ama shumë herët e kom kuptu që gjithë do të me majtë një small circle, nësë me shti do më thonë telefon njeri, se kështu hecë më shumë. Secili njeri me të përfunduar viti krijon qëllimet për vitin tjetër. Pikat e caktuara në të cilat do të luftoj t'i arrijë për gjatë 12 muajve tjerë, si në punë, një ashtu edhe në jetën personale. Aspektet pra nisi tash professional, se me karrierë, se me gjithë shka, është se në gjithë e qes veten ma shumë goals and goals and goals. Qa kom ba me në një viti, do me ba vitin tjetër 2 herë ma shumë. Edhe kam, do me thonë, goals, me ba vitin 2021 King of Europe, edhe kam e ndohë se gjithë e maj fjallë. Se njëre më forcu, do me thonë, se njëre mëson sene çdo ditë. Unë e bëllë kom mësu jashtë karrierës, aty ku jam rrit, ama hala më mësu, edhe, yeah, shumë pitje hard one. Mërgimi ka një urem dhe kërkesë për gjithë njerëzit për gjatë vitit të ri 2021. Dëmëru njerëzve shëndet, mas pare se ky vit o kanë a bit hard për krejtve, s'ka është pare se në dëmëru njerëzve, kismet 2021 që e shoh vetën, që kam që vetën me pa inshallah krejtve me sukses, me shëndet edhe tanat mija. Kështu që you're gonna see what's gonna happen. Pas kësaj interviste, rrugtimi jonë ishte për në objektin e televizionit, ku reperi do të performoj 2 hitet e vitit e kaluar që i publikoj.
Latina për dukesh ti o kataleja. Latina për dukesh ti o kataleja. You know I love it when you go low. Loka jeti un jam loko. Preje si kur Zoro. Honey, hey, to papi so we can go, yeah. Cause this a bad man thing. She only want fine things. Don't make it to see like a king, go. Got one shot when I come in. Then they flock mo so dead. Ne via be like a machine. Cállate, hajde bane një gjiro me Panamera. Pa je lek, Latina për dukesh ti o kataleja. Ma je men, krejt ekipa me një vero. Yeah, that's us, but that fuck. Latina për dukesh ti o kataleja. Latina për dukesh ti o kataleja. O mamacita andale. Play for it till the hit the scenagame. Get in the stretch, you wanna play. I know she love it when I come in, yeah. Yeah, my life. Yeah. Can't no come so with a what I'm on. Got one shot when I come in. Then they flock mo so dead, ne via be like a machine. Cállate, hajde bane një gjiro me Panamera. Pa je lek, Latina për dukesh ti o kataleja. Ma je men, krejt ekipa me një vero. Yeah, that's us, but that fuck. Latina për dukesh ti o kataleja. Latina për dukesh ti o kataleja. Duke shpresuar që ky vit të jetë më i mirë e më i mbar, ju përshëndes përzemërsisht e ju falenderoj që jeni shikuesi tanë Besnik tash e 11 vite me radhë. Këto ishin materialet që kemi rezervuar për këtë edicion special. Shihemi sërish bashk, edhe njëherë, gëzuar, shëndet, lumturi e dashuri. Natën e mirë.